Një grup akademikësh janë duke punuar për të sjellë një fjalor të ri frazeologjik. Gjuha shqipe është tepër e pasur me njësi të tilla, ndaj dhe bazuar në fjalorët e mëparshëm, do të vijë një tjetër fjalor që pritet të përmbajë mbi 40.000 njësi frazeologjike. Ne po punojmë për një vepër tjetër, që është fjalori i ri frazeologjik i gjuhës shqipe. Puna për cilin ka filluar prej kohësh, në radhë parë u artua kartoteka e posaçme mbi bazën e cilit po bëhet edhe artimi i fjalorit. Ne jemi një grup artuesish dhe bashkëpunëtorësh në drejtimin e akademik Jani Tomajt, i cili është edhe frazeologu, sepse tani ka edhe një term leksikografi, për leksikon, po frazeologjia ka frazeologu më i madh në ditët tona. Dhe po vjen puna normalisht për artimin e këtij. Por unë mendoj që ne duhet sqarojmë diçka, çfarë përmban ky fjalor, cila është lënda e këtij fjalorit. Nëse ne kur flasim për fjalor shpjegues kemi parasysh vetëm fjalët. Dhe frazeologjia, që është pjesë e rëndësishme e gjuhës, është pjesë, do të bëhet pjesë e shpjegimeve të kuptimit leksikor të fjalës. Ky është një fjalor special, pra është fjalori veçantë, fjalori frazeologjik, dhe merret me atë shtresë të gjuhës që lidhet me ato që quhen fjalësha të qëndrueshëm. Unë po jap 2-3 shembuj sa për ta konkretizuar për ata që nuk e dinë, që mund të kenë dëgjuar shprehje popullore, në përgjithësi përdoret termi njësi frazeologjike, fjalësha të qëndrueshme e tjera, por në gjuhësinë e sotme, në shqiptar dhe në gjetiu përdoret termi njësi frazeologjike. Pra janë fjalësha që kanë kuptim të figurshëm, kanë vlerë në një fjalë të vetme, por që sjellin shumë në gjuhë. Për shembull, dikush kur merr vesh që fëmia i ka dalë shumë mirë me mësime, thotë më u bë zemra mal. Ai mund thotë dhe u gëzua, po kur thotë më u bë zemra mal, do thotë kjo pikërisht është një njësi frazeologjike. Do të thotë u gëzova shumë. Ose mund të themi për dikë që mos u ndry. Për atë, por kur i themi mos futundët, atëherë kuptohet që këtu kemi të bëjmë pra me një njësi të veçantë gjuhësore që janë një njësi frazeologjike. Pra lënda e fjalorit janë pikërisht njësitë frazeologjike të gjuhës sonë, që do të them që shqipja është një gjuhë shumë e pasur, sikurse edhe gjuhët e tjera. Këto njihen edhe me një term tjetër që quhen idioma, pra idiomat e çdo gjuhe. Sepse jo vetëm që është pasuri kombëtare, po tek frazeologjia, tek njësitë frazeologjike, shfaqen edhe veçantitë e kombit, edhe traditat, zakonet, mendësitë, të gjitha këto se ndërtohen pikërisht në përmbajtjen dhe në kuptimin e njësive frazeologjike. Kryesisht njësitë frazeologjike kanë burimin nga gjuha e folur e popullit. Ato krijohen aty, përdoren, por ndërkaq edhe shkrimtarët i përdorin shumë në veprat e tyre, dhe në publicistik përdoren shumë në artikujt e gazetave e tjera. Po më së shumti përdoren në ligjërimin e folur. Por përse lindi nevoja për artimin e një fjallori të tillë? Futja ose përfshirja ose trajtimi i tyre në fjalor të tillë special, siç është fjalori frazeologjik, është një gjë shumë e mirë, sepse jo vetëm që i mbron nga birja, nga harja, nga arimi, pra, sepse brezat që i bartin këto ndrojnë në jetë, prandaj duke i futur në fjalor, si thua në fjalori është si një stre e stërmadhe, si një fole e stërmadhe, ku gjallojnë pikërisht, sikurse fjalët edhe njësitë frazeologjike, sepse shqipja ka shumë të tilla. Unë them që nga kartoteka e posaçme që ne kemi krijuar për frazeologjinë shqipe, kemi arritur në përfundimin që ka përmbi 40.000 njësi të tilla. Dhe për nga vëllimi pasaj, se sa përdoren këto, kartoteka përmban mbi 600.000 skeda elektronike, pra që janë me shembuj përdorimi nga folklori, nga gjuha e folur, nga letërsia artistike e tjera. Të gjitha këto na krijuan një bazë mirë dhe na
krijuan edhe besimin që po tani ka ardhur koha që të hartohet pikërisht një fjalor i tillë me përmasa të tilla, pra si thash edhe nga vullimi, po edhe nga mënyra se si do të shpjegohen, si do të paraqiten këto njësi atyre që do të merren. Jashari shpjegon se cilët do të jenë grupet e interesit, të cilëve do u shërbejë më tepër ky fjalor. Për këtë fjalor dhe fjalor tjerë që janë botuar më përpara, në radhë parë kanë interes njerëzit e penës, shkrimtarët, poetët, përkthyesit, sidomos përkthyesit, sepse këto njësi nuk mund të përkthehen fjalë për fjalë nga një gjuhë në tjetër. Për shembull, kur them e bën mizër buall, në kuptimin e zmadhon diçka, për dike që i zmadhon ose i stërmadhon gjërat, nuk mund të bëhet, nuk përkthehet në anglisht ose në një gjuhë tjetër, për shembull, me mizë edhe me buall, sepse për këtë koncept, pra për së zmadhimin, ata kanë idiomat, janë shumë të rëndësishme për pasurimin e gjuhës, sidomos edhe në ditët tona, kur shumë nga këto bjeren, thash, nga përdorimi ose harohen, fjalori e bën një punë të madhe. Unë po ju sjell vetëm një shembull për ta konkretizuar këtë punë, sepse frazeologjia pasqyrohet edhe në fjalor shpjegues, ju thash, që kanë të bëjnë me fjalën. Domethënë pas, për shembull, po të marrim tek fjala baltë, pas strukturës kuptimore, ky është fjalori pikërisht, është shembull nga fjalori i madh që do dalë së shpejti. Shumë kjo ka 10 kuptime, pastaj jepen vargje sinonimike që lidhet me këtë, pastaj jepen pikërisht njësitë frazeologjike që renditen në këto. Po këtu jepen edhe shpjegimet janë më të shkurtra sepse kemi të bëjmë me një fjalor shpjegues. Kurse tek fjalori frazeologjik që po hartohet, për shembull mund të ketë rreth 50-60 njësi që kanë të bëjnë me çerdhen e fjalës balt, për shembull këtu. Balt pastaj renditen njëra nën tjetrën, të gjitha njësitë frazeologjike që e përmbajnë këtë, janë për shembull balt e bëri balt e të tjera, dolin u ngrit nga balta, hedh balt, hedh në balt, hengri balt. E këtu po dalim pak më shumë për të parë se si jepen shpjegimet e kësaj njësie frazeologjike. Për shembull, kjo njësi ka 2 kuptime. Këtu jepen edhe shënimet, për shembull stilistike. Hengri balt ka edhe ngjyrim përçmues. Është munduar shumë një të tjerë, pastaj jep shpjegimin, thash. Pastaj jep edhe shembulli ku përdoret kjo njësi. Shembujt janë marrë të gjithë edhe nga ligjërimi folur, por sidomos nga letërsia artistike, nga folklori e tjerë. Dhe jep edhe burimi ku është përdorur kjo. Për shembull, te kuptimi i dytë, hengri balt me ngjyrim mos përfillës, vdiq, për shembull, jepen edhe sinonimet që lidhen me këtë kuptim, për shembull hengri dhe, kafshoi, zuri, hengri gjuhën. E tjera jep edhe shembulli nga i marrë nga veprat e Kadares. Do të ham balt në këtë skëter dhe nuk do na gjej njeri. Kjo është një gjë e re që bëhet për herë të parë, domethënë që përdorimi i njësive, për çdo përdorim jepet edhe burimi përkatës, në mënyrë se shembujt janë edhe për kënaqësi estetike, por sidomos që lexuesi, ai që e përdor këtë, ta gjejë kuptimin e duhur dhe ta përdor ashtu si duhet. Ky fjalor do të përfundojë shumë shpejt. Fjalori duhet përfundoj vitin e ardhshëm, në vitin 2026, dhe si thash, ai do të ketë rreth përmbi 40.000 njësi frazeologjike. Dhe shpresojmë që kjo të jetë një vepër që do të mirëpritet nga përdoruesit, si thash, nga gjithë njerëzit e penës, nga përkthyesit, po edhe nga studentët, nxënësit, mësuesit, dhe nga njerëzit e tjerë që janë të medias. Në mos për të përdorur sa më shumë këtë pasuri kaq të madhe që ka gjuha jonë anëtare. Në fakt do të doja të ndaleshim edhe pak te kjo pjesë, duke qenë kaq afër me studentët, sa i referohen ata fjalorit, qoftë edhe në përditshmërinë e tyre, për të përdorur në mënyrë korrekte fjalët, ashtu sikurse duhet. Tani ky me këtë rast që mund të them që sot ky është një problem shumë i madh.
ndonjëherë ja vënë fajin në këtyre rrjeteve sociale apo mediave që natyrisht ato kanë kusuret e tyre, kanë mjaft gabime, sidomos përdorimin e fjalëve tuaja e tjera, por studentët pak janë të prirur, shumë edhe ndaj gjuhës së gjallë, po themi, siç janë njësitë frazeologjike, siç është pasuria frazeologjike. Ata ndikojnë shumë, sidomos nga fjalët e huaja, ndikojnë shumë nga ndërtime që vinë nga gjuhë të tjera. Për shembull, nuk thotë lexoj kadaren, po thotë lexoj kadare. Nuk e ve, për shembull, ne kemi, shqipja është një gjuhë flektive, një gjuhë që ndryshon sipas baresave, nuk është anglishtja që ka vetëm një formë, prandaj është ndikimi i anglishtes, edhe ndonjë gjuhë tjetër, jo flektive. Dhe kjo i bën keq shqipes. Domethënë nuk është gjë e mirë. Ne përpiqemi, me sa kemi mundësi që ne t'ja selitim, t'ja edukojmë një gjë të tillë, sepse ka të bëjë me ardhmërinë e tyre. Sepse çdo shqiptar, si qytetar, duhet ta flasë shqipe dhe ta shkruajë shqipe ashtu siç duhet. Domethënë pa gabime ndryshimore, të shkojnë gjuhë të pasur, të pastër, domethënë nga çdo anë. Se ndonjëherë krijohet ideja sikur shqipja është gjuhë e vështirë. Nuk është gjuhë amtare, nuk është gjuhë e vështirë. Të vështirë e bëjnë ata që e përdorin këtë, që mbushin me fjalë të huaja, që mbushin me rregulla të panevojshme, për u mbushin kokën nxënësve me gjëra të tepërta, të panevojshme. Shumë mësojnë forma mësua kisha ose pas kisha mësuar. E përdor një fëmijë atë, ose u mësojnë tërë llojet e ndajshtimeve që nuk hyn fare në ligjërimin e zakonshëm, pra në ligjërimin letrar të fëmijëve, të nxënësve, të studentëve të tjerë. Ndonjëherë këtë ne të keqen e bëjmë me dorën tonë, qoftë edhe unë që po flas, që ka një jetë që merrem me shqipen, por këtë duhet me rakosen të gjithë, edhe gazetarët, edhe mua vjen mirë që ju jeni domethënë doni që të mos kemi gjëra të tilla, edhe në gjuhën tuaj në komunikim, po edhe në gjuhën e radios e televizionit të Korçës. Dhe kjo meraku për pastërtinë e gjuhës edhe për pasurimin e saj është një detyrë, domethënë që kemi të gjithë ne që shkruajmë edhe flasim ndaj gjuhës shqipe. Ose takon teksteve shkollore, a vërehet edhe në këto, po themi këto gabimet në mënyrën e të shprehurit apo në përdorimin e fjalëve jashtë kontekstit që duhet të përdoren? Aty në tekste shkollore ju keni drejtë që bëni këtë pyetje, sepse unë mendoj që e keqja vjen pikërisht nga programet e shkollës, nga tekstet, sepse tekstet hartohen mbi bazën e programeve dhe aty kërkojnë këto gjëra që thash unë këtu. Në radhë parë kam mbi ngarkesë për moshën e fëmijëve, që nga klasa e parë dhe të tjera. Kur them kam mbi ngarkesë, u jepen koncepte që janë të nivelit akademik. Domethënë që mësohen për shkak fjalia me 15 pjesë, fjalia pse i duhet një fëmijë kjo? Ai nuk flet, ai duhet të gjejë të bëjë skema ose ajo që përmenda pak më lart. Domethënë jepen koncepte teorike që nuk mund t'i rrokë mendja e një fëmije, dhe edhe në gjimnaz nuk mund t'i kuptoj. Forma dhe përmbajtja në gjuhë. Pse i duhet kjo gjë, domethënë ky koncept, pse i duhet fëmijës? Këto janë për nivelin universitar, ne u shpjegojmë studentëve çka të bëjmë me formën dhe me përmbajtjen e gjuhë, po janë koncepte teorike. Edhe kjo vjen nga se njohuritë teorike që u jepen nxënësve merren nga tekstet akademisë, nga votimet akademike dhe u futen fjalë për fjalë aty. Kjo është një e keqe e madhe. Pastaj mësuesit vjen në siklete për t'u shpjeguar, prindrit vijnë gjithashtu janë ashtu sepse nuk di fëmia dhe ai detyrohet që prindrit të pyesë njërin ose tjetrin për t'ia shpjeguar. Duke qenë se gjuha shqipe është duke u keq përdorur në përditshmëri, çfarë zgjidhje propozon akademiku Jashari? Unë mendoj që duhet në radhë parë të ndryshojë koncepti për dhënien e njohurive fëmijëve tanë të çdo moshe, në mënyrë që t'ia lehtësojmë sa më shumë, sepse shqipja nuk është gogol, nuk është gjuhë e vështirë dhe
ndodh pasaj që krijohet kjo ide, edhe tjetra është si mora vesh që për shembull maturantët dalin më mirë në anglisht se sa në gjuhën shqipe. Kush e ka fajin për këtë? Mos e kërkojmë tek fëmijët. Këtë do të kërkojmë tek që nga artuesit, ata që bëjnë politikën gjuhësore, nga artuesit, edhe nga mësuesit që do të bëjnë më shumë përpjekje për këtë gjë. Kështu mendoj unë që edhe do të bëjmë edhe mirë detyrat tona të shtëpisë për gjuhën shqipe. Për artimin e fjalorit frazeologjik, së bashku me profesor Ali Jasharin, janë duke punuar dhe akademikët Jani Thomai dhe Valter Memishaj. Profesor Jashari është gjithashtu dhe bashkartues për fjalorin e madh të gjuhës shqipe, që pritet të publikohet shumë shpejt.